Ky paska familjar, si pas të dhënave të medjave, nuk mund të them me dokumenta, por të implikur në afera të ndryshme korruptive. Pra, Uluziu është i sklav i dosjeve të tij. Po për ditëlindjen, urimin, mesazhin? Urimin më të shkëlqyer ja bëri protesta rinore qytetare me datën 4 korrik, e cila me madhështinë e saj përsëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Ajo ishte një protest